Atentati pranë Rinasit, ku dje u vra Gilman Dodani dhe u plagos rënd miku i tij Muçi Shaljani, rezulton të jetë organizuar në detaje. Nga pamjet e kamerave të sigurisë shihet se makina e autorëve priti fiks 10 minuta pranë rreth rrotullimit me blokazh. Sapo makina e Danit është afruar, 3 prej autorëve zbresin nga automjeti dhe zbrasin karikatorët në drejtimin e saj. Një nga autorët afrohet dhe qëllon sërish me pistolet ndaj 47 vjeçarit i cili mbeti i vdekur në vend. Shaljani, agenti mbikëqyrjes policore, është në gjendje të rëndë në spital. Përfshirja e tij në ngjarje u shoqërua me pezullimin e zinxhirit komandues të forcës operacionale të AMP-s dhe ndalimin e 2 policëve të komisariatit numër 3 në Tiranë. Kryeministri Edi Rama dhe kabineti i tij janë nisur sonte drejt Romës për të marrë pjesë në takimin e parë të përbashkët që do të mbahet nesër mes dy qeverive shqiptare dhe italiane. Në këtë takim që shënon niveli më të lartë të marrëdhënieve mes dy vendeve, Rama dhe Meloni do të firmosin një marrëveshje strategjike bashkëpunimi. Mëtej do të pasohet me disa marrëveshje të tjera sektoriale si shëndetësi, mbrojtje dhe energji, si edhe memorandum me mirëkuptime. Kërkesa e Naureda Lagami që të anulohej për zgjedhja e Sinvokshit si antar i ri gjykatës kushtetuese u rrëzua pasi kjo gjykatë nuk arriti të dilte me një vendim për mungesë kuorumi. Për gjyqtarin Vokshi nuk ka më asnjë pengesë që të nisë detyrën si antari më i ri i kushtetueses. Opozita ishte përgatitur t'i kërkonte llogari zëvendës kryeministres Belinda Balluku për tenderin e tunelit të Llogaras, por ministrja mungoi në Komisionin për Burimet Natyrore dhe Infrastrukturën. Partia Demokratike insistoi që Balluku të jap llogari për tenderin e Llogaras. Kreu Demokrat Sali Berisha paralajmëroi protesta para kryeministrisë. Nga 1 janari hyn në fuqi të VSH-ja 10% për prodhimin bujqësor dhe brektural. Ministri i Bujqësisë sqaron se përveç kompensimit të fermerëve për çdo faturë që fermerët do të marrin nga grumbulluesit për produktet e shqitura, skema e re synon edhe formalizimin e sektorit. Mbështetja e fermerëve përmes skemës kombëtare në vitin 2026 do të arrijë në vlerën 52 milionë euro. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Mevli Krasniqi, njoftoi dorëheqjen në një konferencë të jashtëzakonshme. Në fjalën e tij, Krasniqi tha se ky vendim nuk është i momentit, por një reflektim i gjatë mbi atë që i duhet PDK-s të ardhmen. Idealet janë më të forta se çdo post, u shpreh Krasniqi në drejtimin e të cilit PDK mori 7 komuna në zgjedhjet e fundit lokale. Në prag të ndeshjes me Andorrën, trajneri kombëtar Silvinho thotë se do të ketë disa ndryshime në formacion pasi do të aktivizojë lojtarë të cilët i përshtaten karakteristikave të kundërshtarit. Ai thekson se atmosfera tek kuqezinjt është pozitive pasi kur më herët kombëtarja nuk ka qenë kaq pranë shkuarjes në play-off të botrorit. Atentati i së martës në rreth rrotullimin pranë aeroportit të Rinasit, ku mbeti vrar Gilman Dodani, krahu i djathtë Emiliano Shullazit dhe u plagos miku i tij Muçi Shaljani, agenti mbikëqyrjes policore, ka qenë i përgatitur në çdo detaj. Të dhënat e dala në dritë zbulojnë se në rrugën e përshkruar nga makina e autorëve nga Nikla drejt Rinasit dhe në kthim ka munguar energjia elektrike, duke nxjerrë jashtë pune kamerat përgjatë itinerarit. 4 autorë dyshohet po ashtu se kishin informator në Spanjë, ndërsa targat e makinës rezultojnë të vjedhura në Greqi. Makina Toyota e autorëve priti me blokazh në rreth rrotullim të Rinasit për të paktën 10 minuta. Sapo një informator i lajmëron se makina Mercedes-Benz me ngjyrë të bardhë, ku ndodhej shënjestra Gilman Dodani dhe miku i tij Muçi Shaljani Sheqeri, doli nga aeroporti dhe po vinte në drejtim të tyre, fiks në orën 14:14 minuta e 19 sekonda. Makina lëviz dhe zë pritë në krahun tjetër. 26 sekonda më pas, një herazi hapen 3 dyert të makinës, dalin 3 persona të maskuar dhe me Kalashnikov, nisin breshërinë e plumbave. Në këtë moment, makinat të tjera dhe qytetarë të tjerë ishin duke kaluar në rreth rrotullim dhe vetëm fati e deshi të mos lëndohej askush. Plumbat e nisura për Danin nuk kursejnë asnjë hotel në anën tjetër të rreth rrotullimit. Pranë tij 3 burra në trotuar të tmerruar prej të shtënave. Ciflat e betonit dhe xhamit të hotelit duke në video që bien afër dhe vetëm një mrekulli i ka shpëtuar prej plumbave. Të shtënat vijojnë pa ndërprerje drejt makinës, e cila për inerci lëviz edhe për disa metra të tjera në krahun e kundërt të rreth rrotullimit për të ndaluar thuajse në korsin tjetër. Në këtë moment, 3 atentatorët kthehen në makinë, ndoshta me synimin
për t'u larguar, por njëri prej tyre, i pabindur se puna ishte kryer siç duhet, niset sërish drejt makinës. Në gjysmë të rrugës tenton disa herë të qellojë, por pa sukses, pasi dyshohet se i bllokohet arma. Makina e autorëve niset dhe bën disa metra duke u afruar më shumë rreth rrotullimit. Njëri prej autorëve i dërgon një tjetër armë kolegut të tij, i cili me pistolet tashmë afrohet te xhami i pasagjerit, qellon disa herë për t'u siguruar se Gilmando Dani është ekzekutuar dhe kthehet. Për të shmangur ndonjë lëvizje të mundshme të plagosurit, Muçi Shaljani, atentatori i dytë, kthehet sërish dhe nga distanca qellon gomat e makinës. Të dy qetësisht mbledhin disa sende që u kanë rënë mbi rreth rrotullim dhe nisen me vrap drejt makinës, e cila niset për arratisje drejt rrugës të Uretubit, ngjitur me aeroportin e Rinasit. I gjithë sulmi agresiv nga momenti i pikasjes së Benzit e deri në largimin e Toyotas ndodh për 80 sekonda. Gilmando Dani dhe Muçi Shaljani Sheqeri në asnjë moment nuk patën shansin të kundërpërgjigjen apo të vetë mbrohen. Ajo që duket si një togë e vërtet pushkatimi mund të konsiderohen si vrasës profesionist. Grupi vrasësve gjak ftohtë ishte nisur nga Nikla me makinë Toyota përmes rrugës së re të Uretubit, e cila lidh fshatrat e fushkryes me Rinasin. E njëjta u përdor edhe në kthim, por një detaj ngre dyshime për hetuesit e policisë së Tiranës, në kohën që makina ka kaluar drejt aeroportit, por edhe në arratisje zona pranë itinerarit të rrugës ka qenë pa energji elektrike. Hetuesit dyshojnë që autorët të kenë gisht, pasi kamerat e sigurisë kishin dalë jashtë loje, pa mundur të filmojnë lëvizjen e makinës që më vonë u gjetë e djegur në një rrugicë të ngushtë në fshatin Halil. 24 orë më vonë, ngjarja vijon të ketë pikpyetje të shumta. Grupi hetimor dyshon se autorët jo vetëm që kanë pasur informator që prisnin daljen e makinës së bardhë Mercedes-Benz nga aeroporti, por që të kenë qenë në dieni edhe televizjeve në Spanjë. Prej nga avioni ishte nisur me disa orë vones. Verifikim po bëhet për çdo person të dyshim të Rinas, brenda dhe jashtë aeroportit, dhe që mund të ketë njoftuar atentatorët për lëvizjet e Danit dhe mikut të tij. Targat e mjetit të atentatorëve rezultojnë të jenë të vjedhura në Greqi vitin e kaluar. Hetuesit nuk kanë përcaktuar nëse makina është e vjedhur, pasi numri i shasis nuk është rikuperuar për shkak të dëmtimit nga zjarri. Gilmando Dani dhe Muçi Shaljani Sheqeri u vranë sapo dolën nga Rinasi me makinën të cilën e kishin lënë në parkimin e aeroportit prej 4 ditësh. Dani, i dënuar më parë me 12 vjet për gjobvënie, kishte lënë qelin në tetor 2024. Dyshimet kryesore të hetuesve lidhen me një larje e sapesh mes eksponentëve të krimit të organizuar. Atentati, qartazi, është realizuar sipas një skeme të mirë strukturuar, por se kush qëndron pas është edhe sfida më e madhe e hetimit. Ndërkohë agenti i AMP-s, i cili u plagos rënd në atentatin e dieshëm në rreth rrotullimin pranë terminalit në aeroportin e Rinasit, rezulton se ishte me kontratë i punësuar 3 muaj në muajin shtator që prej 3 muajsh. Drejtori Eduard Merkaj ka urdhëruar hetim të plotë mënyrës së rekrutimit, ndërsa ka urdhëruar po ashtu pezullimin e zinxhirit komandues të operacionales. Pas hetimeve 2 policë që falsifikuan vërtetimin e besueshmërisë për punësimin e tij në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore u ndaluan. Muçi Shaljani Sheqeri, që mbeti i plagosur rënd në atentatin që i mori jetën Gilmando Danit shumë afër aeroportit të Rinasit, ishte prej shtatorit punonjës i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Një ditë pas ngjarjes së rënd, 40 vjeçari vijon të jetë në gjendje të rënd, i intubuar në reanimacion në Spitalin e Traumës me 10 plumba në trup, njëri prej të cilëve e ka në kokë. Prania e tij duke qenë pjesë e forcës së posaçme operacionale të AMP-s në një makinë me një prej personazheve më të njohur të botës së krimit, ngre dyshime të forta. Sipas verifikimeve të deritanishme, shkelet janë të rënda për mënyrën e rekrutimit të tij në agjencinë që jeton punonjësit e policisë. Burime për Report TV bëjnë me dije se Shaljani ishte bërë pjesë e AMP-s me një kontratë provizore pune për 3 muaj në shtator, periudhë në të cilën institucionin e drejtonte Artiol Saliasi, i komanduar, e cila përfundon në mes të muajit dhjetor. Burimet e AMP-s bëjnë me dije se Sheqeri nuk rezulton të ketë pasur certifikat sigurie dhe as të ketë aplikuar për të. Një dokument shumë i rëndësishëm për integritetin e figurës së punonjësit të AMP-s dyshohet se është manipuluar. Dy efektiv të komisariatit numër 3, Bruno Cara, specialist për hetimin e krimeve, dhe Arshim Zajmi, specialisti i policimit në komunitet, përpiluan vërtetimin e besueshmërisë për Muçi Shaljanin, pa pasqyruar në të dhënat që përbëjnë shkak për cenimin e kushteve të sigurisë. Ky vërtetim është një proces ligjor i kontrollit dhe verifikimit të figurës të së punonjësve apo kandidatëve që synojnë të punsojnë në këtë strukturë. Cara dhe Zajmi janë ndaluar nga AMP dhe dosja ju ka kaluar prokurorisë për akuzën e falsifikimit të dokumenteve dhe shpërdorimit të detyrës.
Ndryshojmë temën e informacioneve tona, I referohemi aktualitetit dhe integrimit. Për herë të parë në histori, nesër mbahet në Rom një mbledhje e përbashkët mes qeverisë shqiptare dhe asaj italiane. Takimi, I cili shënon niveli më të lartë të marrëdhënieve mes të dy vendeve tona, do të pasohet me firmosjen e disa marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe memorandum me mirëkuptimi. Qeveria shqiptare dhe ajo e Italisë fqinje, drejtuar nga Giorgia Meloni, do t'ulen për herë të parë të internet 13 nëntorit në një mbledhje të përbashkët, e cila shënonte nivelin më të lartë të bashkëpunimit mes dy shteteve. Delegacioni shqiptar me 10 ministra I drejtuar nga kryeministri Edi Rama u nisën pas ditën e së mërkurës drejt Romës, aty ku pritet të mbahet mbledhja e përbashkët e dy qeverive. Në orën 11:40 është parashikuar të mbahet takimi mes dy homologëve, kryeministrit Rama dhe kryeministres Giorgia Meloni, ndërsa në orën 12:30 do të nisë mbledhja e përbashkët me pjesëmarrjen e delegacioneve të dy vendeve. Gjatë këtij takimi pritet edhe nënshkrimi I disa marrëveshjeve dhe memorandumeve në fusha si mbrojtja dhe siguria, energjia, migracioni, mbrojtja civile, shëndetësia, mjedisi, zhvillimi ekonomik dhe infrastruktura. Report TV ka mësuar se të paktën 5 ministra do të firmosin marrëveshje bashkëpunimi me Italinë. Ministrja e Jashtme Elisa Spiropali pritet të firmos një marrëveshje për cyber security, ndërsa Ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës pritet të firmos një marrëveshje financimi për rrjetin elektrik të veriut. Marrëveshje bashkëpunimi në sektorët e tyre pritet të kenë edhe Ministri I Mbrojtjes Piro Vëngu, Ministrja e Brendshme dhe Ministrja e Shëndetësisë Evi Sala. Shqipëria dhe Italia gëzojnë një numër të madh marrëveshjesh të nënshkruara apo projektesh të zhvilluara bashkarisht në fusha si mbrojtja, shëndetësia, teknologjia, infrastruktura, ekonomia e deri tek mbështetja për Shqipërinë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në vitin 2010, dy shtetet firmosën deklaratën e partneritetit strategjik. Marrëdhëniet e afërta mes Shqipërisë dhe Italisë janë të hershme, ndërsa një sër bashkëpunimesh kanë zgjeruar spektrin e ndërveprimit mes tyre. Italia ka zhvilluar dhe të tjera mbledhje të përbashkëta me vende anëtare të BE-s, por është hera e parë që do t'ulet në një tryezë të përbashkët me një shtet I jashtë Unionit. Shqipëria është gati të çelë të gjithë grup kapitujt me Bashkimin Evropian më 17 nëntor. Tirana ulet në konferencën e 7 ndërqeveritare për çelur kapitullin e fundit, ato të bujqësisë dhe kohezionit. Kryeministri Rama tha se ky është rekord ndër vendet kandidate pasi Tirana çel të gjithë grup kapitujt brenda 12 muajsh. Më 17 nëntor, Shqipëria do të çelë grup kapitullin e fundit të integrimit me Bashkimin Evropian, bujqësia dhe kohezioni. Por kryeministrin Rama, shpejtësia me të cilën ka ecur Shqipëria duke çelur të gjithë grup kapitujt brenda 12 muajve, është rekord në procesin e integrimit për vendet kandidate. Shqipëria arriti të pamendueshme në të gjithë kapitujt e negociatave të hapur brenda 12 muajsh, rekord absolut në procesin e integrimeve europiane. Asgjë nuk na ndal dot drejt majës së Shqipërisë 2030 në BE. Askush nuk na ndal dot drejt objektivit madhor të mbylljes së negociatave brenda vitit 2027. Shqipëria ka hapur deri më tani 5 nga 6 grup kapituj, themeloret, marrëdhëniet me jashtë, tregun e brendshëm, si dhe konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse, si dhe agjenda e gjelbër. Më 19 korrik të 2022-shit, Shqipëria ul në konferencën e parë ndërqeveritare me BE-n, duke çelur zyrtarisht negociatat. Më 15 tetor të 2024-s, në drejtimin e presidencës hungareze në Luksemburg, do të mbahej konferenca e dytë ndërqeveritare, ku Shqipëria çeli negociatat për kapitullin e parë dhe më të rëndësishëm, të ashtu quajturit themeloret. 2 muaj më pas, më 17 dhjetor të 2024-s, sërish në drejtimin e presidencës hungareze, nisën bisedimet për grup kapitullin e dytë, atë të marrëdhënieve me jashtë, ndërsa në prill dhe maj të 2025-s, Shqipëria çeli 2 grup kapitujt e radhës, atë të tregut të brendshëm dhe konkurrueshmëria e rritja gjithëpërfshirëse. Më 15 shtator, Shqipëria ul në konferencën e 6 ndërqeveritare ku çeli zyrtarisht bisedimet për grup kapitullin e agjendës së gjelbër, ndërsa ajo e radhës, konferenca e 7 do të jetë e fundit për t'i hapur rrugën mbylljes së 6 grup kapitujve me ambicien për ta përfunduar këtë proces teknik deri në vitin 2027. Shqipëria do të kalojë më pas në një proces të gjatë politik për të marrë dritën jeshile nga 27 parlamentet e vendeve të Bashkimit Evropian. Brukseli është optimist se brenda 2030-s Shqipëria do të realizojë integrimin në Union,
ndërsa vetë kryeministri Rama e ka shpallur anëtarësimin në BE prioritet të mandatit të 4 qeverisës. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama priti në një takim ambasador të vendeve të Bashkimit Evropian të akredituar në vendin tonë, mes të cilëve dhe ambasadorin e Bashkimit Evropian Silvio Gonzato. E pranishme në takim ishte edhe ministrja për Europën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali. Sot me ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian të ardhur edhe nga kryeqytetet fqinje për bashkëbisedimin e përvitshëm pas daljes së raportit të progresit të BE-s për Shqipërinë, shkruaj Edi Rama në rrjetet sociale. Në progres raport vlerësohet progresi i shpejt që ka bërë vendi në fushën e integrimit, ndërsa qeveria shqiptare pret që më 17 nëntor të çelë dhe të hap bisedimet për 5 kapitujt e përfshirë në klasterin 5, bujqësia, kohezioni dhe burimet. Kryeministri Edi Rama ka nisur një tur takimesh në kryeqytet duke filluar nga njësia numër 5 për t'u shpjeguar qytetarëve efektet e projekt buxhetit në vitin 2026. Turin tha se duhet ta bënte kryetari i bashkisë, i cili është në burg, prandaj kërkoi gjykatës kushtetuese që pasi e la në detyrë, t'i qëndroj besnike vetes dhe t'i jap mundësi kryebashkiakut ta vazhdojë këtë detyrë. Bënte kryetari i bashkisë. Por, kryetarin e Bashkisë Tiranës e kemi në burg, pa gjyq. Atë që Erion Veliaj nuk po e bën dot për shkak të pamundësisë fizike, Edi Rama po e bën vetë, një tur takimesh që i nisi nga njësia 5 në kryeqytet. Takimet me qytetarët i nisi për të shpjeguar efektet e drejt për drejta që do të ketë tek ta buxheti i vitit 2026, ndërsa u ndal edhe tek vendimi kushtetueses që e la në detyrë kryetarin e bashkisë. Rama tha se shpreson që kjo gjykat, pas kërkesës për liri të Veliajt, t'i jap mundësinë që ai ta ushtrojë detyrën. Gjykata kushtetuese doli me një vendim tjetër nga Jyni, mirë po tani duhet zgjedhin, sepse kanë thënë që kryetari i bashkisë është në pamundësi ta ushtrojë detyrën, por nuk mund të bëhen zgjedhje sepse ai është kryetar bashkie. Okej, jepini mundësinë ta ushtrojë detyrën, bukur, kur të vijë atje që të kërkojë të lirohet, që të vazhdojë detyrën, shpresoj që gjykata kushtetuese t'i rri besnike vetes vet dhe t'i japë mundësinë të vazhdojë detyrën. Procedurën e shkarkimit të Erion Veliajt që nisi vetë dhe përfundoi po vetë me firmën e tij në vendimin e qeverisë, ju desh të arsyetonte edhe një herë. Duke parë që të gjitha shkallët e gjyqit nuk e nxorën, ne menduam që Tirana nuk ka arsye të paguaj për një kohë gjatë. Dhe për këtë arsye ne menduam në respekt të plot të ligjit, kushtetuta më saktë thot dy gjëra të ndryshme. Për deputetin thot kur mungon pa arsye, për të zgjedhurin lokal nuk e thot fare. Unë e thash publikisht që kjo është disproporcionale. Gjatë takimit në njësin 5, kryeministri Rama u ndal tek rritja e pagës minimale në 500 euro dhe rritja e pensioneve, duke u premtuar pensionistëve se bonusi i fund vitit nuk do t'u hiqet. Ndërkohë, nga Qelia, kryebashkiaku Erion Veliaj kërkoi të realizojë një takim me përfaqësues të Këshillit të Evropës si një mundësi për të siguruar transparencë dhe informim mbi situatën e tij ligjore. Seanca paraprake ku pritet të vendosë nëse çështja do të kalojë për gjykim, u shty më datën 17 nëntor pasi avokatët kërkuan kohë që të shprehen. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj është drejtuar zyrtarisht SPAK dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve me një kërkesë për të lejuar zhvillimin e një takimi zyrtar me përfaqësuesit e Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës gjatë vizitës së tyre në Shqipëri nga datat 17 deri në 19 nëntor 2025. Veliaj kërkon që përfaqësuesve të Kongresit të mundësohet takimi me të në ambientet e burgut të Durrësit, ku aktualisht ndodhet për të informuar mbi situatën e tij ligjore dhe institucionale. Qëllimi i këtij takimi është të sigurojë transparencë, komunikim të drejtë për drejtë dhe informim të saktë mbi situatën time ligjore, statusin tim institucional si kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe respektimin e të drejtave të mia si i ndaluar, shkruan në kërkesë kryebashkiaku i Tiranës. Në gjykatën e posaçme, këtë të mërkurë mbajt edhe seanca paraprake në ngarkim të Veliajt dhe 29 personave të tjerë fizik e juridik. Prokurori Altin Dumani në një material të përmbledhur në 50 faqe kërkoi kalimin e dosjes për gjykim, ndërsa avokatja Romina Zano
Milano që mbron në këtë proces biznesmenin Elman Abule kërkoi pushimin e çështjes ose në alternativë gjykim të shkurtuar. Mbrojtësit e tjerë ligjor kërkuan kohë për të shprehur, ndërsa seanca e radhës u caktua në datën 17 nëntor. Velia akuzohet për një sër veprash penale si pastrim parash, mosdeklarim pasurie, korrupsion pasiv në 9 episode, shpërdorim detyre, si edhe futje të sendeve të ndaluara në qeli. Më datë 3 nëntor, kushtetuesja i dha të drejtë Erion Veliajt duke e lënë në detyrë si kryebashkiak i Tiranës. Kushtetuesja rrëzoi vendimin e qeverisë për shkarkimin dhe fuqizoi dekretin e presidentit Bajram Begaj për shpalljen e zgjedhjeve në Tiranë. Kërkesa e Naureda Allagamit që të anullojë përzgjedhja e Asim Vokshit si antar i ri gjykatës kushtetuese u rrëzua, pasi kjo gjykatë nuk arriti të dilte me një vendim për mungesë kuorumi. Për gjyqtarin Vokshi nuk ka më asnjë pengesë që të nisë detyrën si antari më i ri kushtetueses. Betejë disa javore e Naureda Allagamit për të marrë një vend në gjykatën kushtetuese përfundoi këtë të mërkurë. Vetë gjykata njoftoi se për rastin e saj trupa e gjykatësve ishte e ndarë dhe përpasoj nuk ishte arritur korumi i nevojshëm. Që gjykata kushtetuese të shprehej me vendim, duhet që ai të merrte të paktën 5 vota. Aktualisht, gjykata ka 8 antarë, ndërsa në rastin e çështjes Allagami, pjesë ishin vetëm 7 pasi e Holta Zaçaj ula jashtë pas një kërkese të gjykatës së lartë për përjashtimin e saj nga procesi. Allagami kërkonte që vendimi i gjykatës së lartë, e cila emëroi Asim Vokshin si antar të kushtetueses, të anulloi dhe ajo të shpallej fituese, duke pretenduar se një votë të shpallur pa të drejtë e pavlefshme në procesin e votimit. Gjykata kushtetuese pranoi se kishte jurisdiksion për të shqyrtuar çështjen, por më pas gjyqtarët nuk arritën shumicën e nevojshme të votave për të pranuar kërkesën e saj. Për këtë arsye, sipas ligjit, kërkesa u konsiderua e rrëzuar. Gjyqtarët u ndanë në 2 grupe opinionesh, sipas një pjesë gjyqtarësh, Allagami legjitimoi të çonte çështjen në gjykatën kushtetuese si individ, pasi e drejta për të zgjedhur gjyqtari kësaj gjykate nuk është një drejtë themelore e mbrojtur nga kushtetuesa. Ndërsa sipas mendimit tjetër, individët që garojnë për funksionet e parashikuara në kushtetut legjitimohen të drejtohen gjykatës për kushtetueshmërinë e procesit të zgjedhjes, përsa kohë janë pjesë e atij procesi. Procesi nisi në dhjetor të vitit të kaluar, kur gjykata e lartë në drejtimin e Sokol Sadushit shpalli vendin vakant në gjykatën kushtetuese pas përfundimit të mandatit të gjyqtares Holta Zaçaj, një akt i cili çoi në përplasje mes 2 institucionesh. Zaçaj, njëkohësisht dhe kryetare e kushtetueses, pretendonte se mandati i saj mbaronte në fund të vitit 2025. Ajo u tërhoq më pas nga qëndrimi i saj dhe vetë gjykata njohu përfundimin e mandatit të saj. Në garë për vendin e lënë bosh prej Zaçaj garuan deri në momentin e fundit Naureda Allagami dhe Asim Vokshi. Pas vendimit të sotëm, presidenti Bajram Begaj nuk mund të mbajë më pezull betimin e Vokshit, akti i cili do të shënonte dhe nisjen e menjëhershme të detyrës si antar i gjykatës kushtetuese. Irena Gjoka kërkon largimin nga gjykimi ndaj Fatmir Mediut për masakrën e Gërdecit pas rrëzimit të kërkesës Mediut dhe avokatëve të tij nga gjyqtarja posaçme Levadeda për përjashtimin e saj. Ka qenë vetë gjyqtarja Gjoka që kërkon të largohet. Përmes një kërkese drejtuar zëvendës kryetarit të GKK-s Serion Bani, gjyqtarja thotë se është në kushtet kur nuk mund të jetë pjesë e gjykimit pasi ajo ka qenë gjyqtare e seancës paraprake në këtë çështje dhe e mori gjykimin se i pandehuri kërkoi fillimisht gjykim të shkurtuar. Por në kushtet kur i pandehuri ndryshoi qëndrim dhe u pranua kërkesa e gjykimit me procedurë të zakonshme, Irena Gjoka thotë se ndotet në kushte papajtueshmërie që të vijojë këtë gjykim. Një kërkesë e habitshme e gjyqtares që vjen pas 2 vitesh e gjysmë gjykim dhe që deri më tani nuk e ka shfaqur shqetësimin se ndodhet në papajtueshmëri. Nëse kërkesa e Gjokës pranohet nga drejtuesi i GKK-s, atëherë procesi do të niste nga fillimi. Opozita ishte përgatitur të kërkonte llogari zëvendës kryeministres Belinda Balluku për tunelin e Llogaras, tender për të cilin është marrë pandehur nga SPAK, por ajo mungoi në Komisionin për Burimet Natyrore dhe Infrastrukturën. Për të prezantuar buxhetin në komision, Balluku dërgoi 2 zëvendës ministra, çka solli edhe irritimin e opozitës, e cila u shfaq me forca të shtuara në komision. Demokratët e kishin pritur me padurim prezantimin e projekt buxhetit për Ministrinë e Infrastrukturës nga Belinda Balluku, zëvendës kryeministrja e marrë zyrtarisht e pandehur nga SPAK.
Në Komisionin për Burimet Natyrore, Partia Demokratike kishte dërguar përforcime me Gësmend Bardhin e Klevis Balliun, të cilët do t'i kërkonin llogari për tunelin e Llogaras. Por me sa duket Balluku i kishte parashikuar këtë skenar dhe në komision dërgoi zëvendës ministrat energjisë dhe infrastrukturës, gjë që solli irritimin e opozitës. Do duhet vi në komision dhe t'japi llogari si do t'i besoj ky kuvend këto projekte dhe këto fonde nga buxheti i shtetit, ku ne kemi një akuzë zyrtare. Ajo fshihet si një kriminale, si një person i pandehur, i fshihet kuvendit të Shqipërisë. Do duhet vi të jap llogari. Debati kaloi në tone të larta dhe akuzat të ndërsjellta mes palëve, çka detyroi kryetaren e komisionit Anila Denaj të ndërpres mbledhjen për disa minuta. Seanca ndërpritet për prishje. Në rinisje të mbledhjes, zëvendës ministrat thanë se Balluku nuk është e detyruar të paraqitet në komision. Ka një angazhim tjetër shtetëror që konfliktonte me këtë detyrë. Nuk kam detaje të këtij elementi, ministri nuk ka detyrim të ndajë me mua agjendën e vet. Pyetjen për tunelin e Llogaras e kaluan me përgjigjen se çështja ishte në duart e SPAK dhe vetëm para tij do t'jepen shpjegime. Është një çështje që po trajtohet tashmë nga organi i akuzës, është pjesë e hetimit, e investigimit. S'kemi pse të shprehemi për këtë çështje derisa organi i akuzës të mund të shprehet për gjithë ato. Zëvendës kryeministre Belinda Balluku mor zyrtarisht e pandehur nga SPAK më 31 tetor për shkelje me tenderin e Llogaras, që kapi vlerën e 190 milionë eurove. Kryeministri Edi Rama i ka shmangur komentet dhe reagimet për këtë çështje dhe vetëm 2 ditë më parë u pa krahas saj në një aktivitet të përbashkët. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka paralajmëruar zhvendosjen e grupit parlamentar përpara kryeministrisë në protestat që do t'i paraprijë një proteste të madhe kombëtare. Gjatë konferencës për mediat, Berisha tha se një protestë e tillë do të mbahet në një moment tjetër pasi të jetë përcaktuar skenarët. Fillojmë tani takimet dhe analizat në çdo qelizh tonë. Deputetët do t'jenë edhe në platformë, edhe në komision dhe në parlament do t'jenë dhe në takime me qytetarët. Pra, cila do t'jetë skedula, do bëhet dhe do të kombinohen me fjalë. Unë nuk mund të them se të gjithë deputetët do t'jenë aty, në rast se deputet kanë takimet të caktuara me elektoratin, për parësia absolute do ketë takim me elektoratin, dhe s'mund t'u devjojmë. Pra, ne tani jemi hedhur në një qëndrim, në një betejë të gjithanshme me regjimin. Dhe protesta kombëtare do përcaktohet skenari. Ajo do thirret momentin e duhur, fillimi është ky, me këtë protest, parlament protest para kryeministrisë dhe pastaj do punohet për thirrjen e një proteste të përgjithshme, skenari i cili do përcaktohet. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu hedh poshtë deklaratat e Berishës kur thanë se Edi Rama i ka kërkuar dorëheqjen i marrë si kërcënime, tha ministri ndaj dikasterëve të sigurisë kombëtare. Ministri Vengu ndal tek projekt buxheti i vitit 2026 duke veçuar si ndër investimet kryesore industrinë e prodhimeve ushtarake. Ministria e Mbrojtjes për vitin 2026 pritet të marrë 58.9 miliard lek buxhet, rritje 12% nga një vit më parë, duke përfituar 2.12% të produktit të brendshëm bruto. Projekt buxheti synon që të financojë prodhimin e municioneve, prodhimin e uniformave, prodhimin e mjeteve të blinduara, një kapacitet kaq i nevojshëm prej dekadash, i cili nuk ishte në disponim nga forcat armatosura prej shumë kohësh, mjetet e emergjencave civile, dronët luftarak dhe sistemet antidron. Ministri Piro Vengu i quajti dileri me deklaratat e kreut të Partisë Demokratike Berisha, kur tha se kryeministri Edi Rama e kishte kërkuar dorëheqjen. Nuk më shokojnë as pak delire të kësaj natyre, jam ambientuar me rrëfime të tilla, të cilat janë i marrë më shumë si kërcënime të zotit Berisha, sidomos për dikastere siç janë dikastere të natyrës sigurisë kombëtare, siç është Ministria e Mbrojtjes, nuk janë fare të vërteta këto gjëra dhe lutem herë tjetër
kur i përmbajmë projekt buxhetit, deliret kësaj natyre realisht nuk më shqetësojnë. Brenda këtij viti fillon prodhimi i uniformave dhe mjeteve të emergjencave, tha Ministri i Mbrojtjes, ndërsa vitin e ardhshëm nis prodhimi i municioneve dhe dronëve Made in Albania. Atëre, janë themeluar praktikisht 3 kompani të përbashkëta, shtet privat, një kompani për prodhimin e uniformave, e cila është një kompani vendase, por me eksperiencë gjithashtu ndërkombëtare. Në prodhimin e municioneve kemi një bashkëpunim europian të huaj dhe vendas me një linjë prodhimi nga Europa Qendrore dhe me partneritet vendas. Për sa i përket mjeteve të blinduara, dronëve dhe sisteme antidron, kemi një partneritet mes një partneri vendas dhe një partner izraelit. Ministria e Mbrojtjes synon që dronët Made in Albania të monitorojnë sigurinë e samitit të NATO-s në vitin 2027 në Shqipëri, tha Ministri Vëngu, dhe shpenzimet për mbrojtje nuk janë fiktive në kuadër të angazhimit të aleancës në NATO. Mbështetja e fermerëve përmes skemës kombëtare në vitin 2026 do të arrijë në vlerën 52 milion euro si për buqësinë, ashtu edhe për blegturinë. Ministri i Buqësisë ka sqaruar edhe skemën e TVSH se si do të funksionojë, ku për çdo faturë për produktet që shesin fermerët do të marrin 10% kompensim. Për çdo faturë që fermerët do të marrin nga grumbulluesit kur ju shesin produktin, do të kompensohen me 10% të vlerës së saj. Skema e re e tatimit mbi vlerën e shtuar për prodhimin bujqësor dhe blegtoral pritet të hyjë në fuqi në janar të vitit të ardhshëm. Nëse ne dërgojmë një faturë, një fermer shkon një faturë 1 milion lek të reja, do t'i kthehen 100.000 lek në faturën apo në llogarinë e tij. Kjo do të ndiqet shumë mirë nga Ministria e Financës, por edhe nga sistemi i tatimeve që periodikisht të gjithë fermerët do të çojnë faturat e tyre. Ministri i Bujqësisë Andi Salla tha në kuvent se përmes kësaj skeme, përveç se mbështeten fermerët me para, synohet të formalizohet edhe sektori. Një skemë e tillë do t'i ndihmojë drejt për drejt për t'i mundësuar ata që të përfitojnë sa më shumë nga fermeri i vogël, që krijohet një formalizim i tyre. Rikthimi i TVSH-s në bujqësi, që është hequr prej 6 vitesh, edhe pse mund të ndikojë në përmirësimin e sektorit, përsëri nuk garanton të zgjidhë hallin e fermerëve, që është mbulimi i kostove të prodhimit në raport me çmimin që u ofrojnë grumbulluesit për produktet që bujqit prodhojnë. As kjo skemë nuk e barazon produktin vendas me atë të importit. Kur 1 kilogram produkt bujqësor apo blegtoral blihet jashtë vendit, TVSH-ja si në blerje dhe në shitje është 20%, duke bërë që produkti i importit të jetë më i lirë në tregun vendas, ndërsa fermerët shqiptar për produktin që shesin marrin mbrapsht 10% dhe për të mbuluar kostot janë të detyruar ta shesin produktin më shtrenjtë, por ky fakt i ka bërë grumbulluesit të painteresuar për prodhimin vendas. Në total, buxheti për zhvillimin rural për vitin 2026 do të jetë 77 milion euro, nga të cilat vetëm 52 milion euro do të përdoren për skemat kombëtare për bujqësinë dhe blegtorinë. Pas 2 incidenteve të njëpasnjëshme në Shkodër me heqjen e tabelave, reagoi Muftiu i saj me gjuhë të ashpër ndaj kryepolicitë Gentian Berberi. Komuniteti musliman po vazhdon betejën me institucionet pasi pretendon se toka ku po ndërtohet kulla Rozafa është pronë e tyre. Muftiu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytar, ka komentuar për herë të parë heqjen e tabelës me thënie profetike në borrin e xhamisë Ebu Beker. Gjatë një aktiviteti në xhaminë e Rusit, në përkujtim të Haxhi Fejzi Zaganjorit, Sytari e cilësoi një rrugaç me pushtet, drejtori në policisë vendore të Shkodrës, Gentian Berberin. Ne asnjëherë nuk kemi pranuar që bitë e etorve të zi, edhe taborrat e femohimit me na shkel. E kemi gjetë mënyrën për me i tregu secilit vendin e tij dhe kemi ecë përpara me kryenalt dhe duke vendos pikat mi i kur, ku dhe si duhet. Kështu kemi ba dhe me ngjarjen e fundit që na ka nol në oborrin e xhamis Ebu Bekër, kur një rrugaç me pushtet në një mënyrë të pabes dhe një orë krejt të papritur hyn edhe prek ku nuk duhet prek. E që gjithsesi ajo tabel do të shumë fishohet dhe do të shumëzohet me dhjetra të tjera, dhe jeta jonë dhe aktiviteti jonë nuk mund të ndalet për kapriçon dhe tekat provinciale të askujt që është qëthur dhe ka deviju dhe e ka mujt zullumi i euforisë së çuditshme e të papërkthyeshme
Berberi udhëhoqi aksionin për heqjen e tabelës nga obori i xhamisë së madhe në Shkodër, mbrëmjen e 9 nëntorit. Kjo tabelë u hoq për herë të dytë, pasi më parë ishte hequr nga policia bashkiake në trotuar përballë xhamisë. Tabela mbante mbi shkrimin profetik kush grabit qoftë edhe një pëllëm tok, Allahu në ditën e Kiametit ka për t'i varur në qafë 7 palë tok. Dhe në të dy rastet tabela qëndroi përballë vendit ku po ndërtohet kulla 35 katëshe Rozafa. Myftinia pretendon se toka ku po ndërtohet kulla është pronë e komunitetit musliman, komunitetit ortodoks dhe familjes Laçej. Pak ditë më parë, Miftiu Sytari zhvilloi një takim me kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci, duke ulur tensionet dhe duke gjetur rrugën e bashkëpunimit pas përplasjeve të vazhdueshme. Ndërsa me bashkinë kjo temë është mbyllur, Miftari Sytari kritikoi ashpër veprimin e drejtorit të policisë vendore të Shkodrës, Gendian Berberi, i cili së bashku me disa efektiv u futur me forcë duke hequr tabelën në oborrin e xhamisë Ebu Beker në qendër të qytetit në orët e mbrëmjes të 9 nëntorit. Në fjalën e tij, Miftiu Sytari siguroi se ajo tabelë do të shumëfishohet dhe e vendoset kudo dhe askush nuk mund t'i ndalë. Në Kosovë, Memli Krasniqi ka ndërhequr nga posti i kryetarit të Partisë Demokratike. Ai tha se partia ka nevojë të krijojë një frymë të re në prag të zgjedhjeve të reja të parakohshme që e presin vendin. Ai mbështeti publikisht një kandidaturë, por tha se nuk do të ndikojë në proces. Ditën kur e merr detyrën është edhe dita kur për herën e parë mendon se si do të largohet prej kësaj detyre. I emocionuar, Memli Krasniqi doli përpara gazetarëve në Prishtinë në një deklaratë ku njoftoi largimin nga detyra e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. 4 vite e 4 muaj më pas, ai njoftoi arsyeën e këtij veprimi, që siç tha është i menduar prej kohësh. Është reflektim më i gjatë i imi mbi atë se çka i duhet Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Është nevoja për të krijuar një momentum dhe një mundësi të re për familjen tonë politike. Dhe si dikush që nuk ka pasur asnjëherë ambicie për të qenë kryeministër i vendit, në zgjedhjet e ardhshme unë konsideroj se kandidati ynë duhet të jetë edhe kryetari i partisë. Mbështeti publikisht një emër që të drejtoi partinë pas tij dhe u zotua të mos ndikojë procesin e zgjedhjes së kryetarit të ri. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër duhet të jetë Bedri Hamza, sepse jam po ashtu i bindur që është kryeministri më i mirë që mund ta ketë Kosova sot. Dhe normalisht që nëse miku im Bedri Hamza kandidon për të qenë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ai e ka mbështetjen time të plotë. Partia Demokratike rezultoi forcë e dytë në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti, duke fituar 24 mandate për deputet. Synimi i Krasniqit me sa duket është që të përgatisë partinë për zgjedhjet e ardhshme të parakohshme, të cilat duken të pashmangshme, duke patur një imazh të ri lideri. Të hënën e ardhshme, Partia Demokratike e Kosovës do të zhvillojë konventën e saj, nga do të mësohet dhe kryetari i ri. U qel sot në Tiranë edicioni 28 i panajirit të librit. Ndërgjegjja jon ka nevojë për librat është shprehja e Ismail Kadares, që u caktua si moto e këtij viti për të theksuar nevojën që ka libri për të mos u shkëputur nga lexuesi i tij. Botuesit vlerësojnë cilësinë e librave në shqip, por edhe problematikat. Në Pallatin e Kongreseve u qel këtë të mërkur për të 28-in vit të radhës i panajiri i librit, ngjarja më e shënuar për kulturën dhe letërsinë shqiptare. Për 5 ditë me radhë deri më 16 nëntor, publiku do mund të vizitojë stendat e shtëpive botuese, të takohet me shkrimtarët e përkthyesit, të blejë botime me çmim të reduktuar, por edhe të marrë pjesë në aktivitetet promovuese. Janë 96 shtëpi botuese nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, që kanë pasuruar panajirin e librit me qindra botime të reja. Tema e përzgjedhur për edicionin e këtij viti është një shprehje e të madhit Kadare. Ndërgjegjja jon ka nevojë për libra. Për kryetarin e shoqatës së botuesve shqiptar, që është edhe organizatori, ky 28 vjetor i panajirit vjen në një moment kur letërsia shqipe po jep vepra shumë të mira që mirëpriten nga lexuesit. Lexuesit tanë janë objekti dhe subjekti punës sonë, janë gëzimi ynë, janë besimi që na jep, janë dhe shpresa për punën tonë. Është shumë e rëndësishme puna që bëjmë ne dhe sigurisht vlerësimi më i madh na vjen nga lexuesit. Nuk na vjen kurrë nga ata që mungojnë sot dhe
Kjo është, do më thënë, gjëja që ne na bën të besojmë në që të ardhme akoma edhe më të mirë të librit. Edhe problematikat janë të forta dhe kërkojnë zgjidhje. Pa dashur se nuk është dita sot për të ankuar, po kemi probleme të mëdha të punës me librit, duke filluar nga pirateria, sidomos pirateria digitale në librin elektronik, po edhe pirateria në subskrime, për cilat neve për shumë vitesh nuk na e përgjigje askush. Askush nuk merr përgjegjësinë dhe kjo situatë është e vështirë edhe në Shqipëri, po është edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni kemi raste. Ashtu si vitet e tjera, Panairi do të ketë një kënd për biseda me shkrimtar, përkthyes, botuese kritik në katin e dytë të Pallatit të Kongreseve, ku është vendosur sofaja e librit. Ceremonia e ndarjes së çmimeve të Panairit do të mbahet në datën 15 nëntor. Dhe mes botimeve të ndryshme në këtë panair, lexuesit shqiptar mund të gjejnë edhe librin më të fundit të gazetarit Carlo Bolino me titull Bunkart 2 në tunelet e Shqipërisë sekrete. Është shtëpia botuese Toena, e cila ka mirëpritur në stendin e tij librin kushtuar sekreteve të Shqipërisë komuniste, disa prej të cilave janë ekspozuar brenda muzeut Bunkart 2, ideuar dhe kuruar nga vet Bolino. Libri është botuar nga Qendra Ura dhe është disponueshëm në shqip, italisht dhe anglisht. Së shpejti do të jetë në shpërndarje edhe në libraritë kryesore italiane, si edhe në platformat më të rëndësishme online në mbar botën. Pas pak vjen edhe Denis Minga me Re Politics. Mirupafshim bashkë.